Mirë më gjesi dhe mirë se erdhët në një vlog të ri, të shikoj rrugën unë se të thyj qafë. Mirë se erdhët në një vlog të ri, në një kapitull të ri, zyrtarisht kështu. E hapim të vlogun me një, duke thënë me një kapitull të ri, shikoni që dielli, wow. Unë po ikit e vizita e radhës, dje pata një tjetër shumë të rëndësishme, po që shkoj shumë mirë, edhe sot jam zgjuar me energji të mira. Makina ime? Okej. Që kështu po shkojmë tek vizita e radhës. Të shikojmë se si po shkon sot bebushja. Nuk jam shumë e tensionuar se duke qenë se e pash dje, sot jam kështu, okej. Everything is fine. Jemi qik me vones, po s'ka gjë, sepse atje shkon edhe pret 3 orë pastaj. Unë thash diell vap, po shallin tim nuk e heq për zotin. Se kam hallë, se kam ftohtë. Më vjen dhimbje fyti. Po që ikim, s'po humim kohë, ju aggiornoj pastaj. Shikoni ku kam parku. Duhet të jeni shumë krenar për mua, shoqet e mia, sepse unë kam mësuar parkingu, ju thash edhe herën tjetër. Të më thënë, o zot. Sa po mbarova vizitën, mund të duket nga buzëqeshja ime që shkoj çdo gjë mirë, sepse herët e kaluara kemi pas disa probleme me CTG-n. Kjo goca ime bënte lojra, kurse sot ishte super aktive edhe u lumturova shumë. Edhe kjo gjendja psikologjike, emocionale ka të bëj shumë, sepse kur je psikologjikisht mirë, që shikon që çdo gjë shkoj mirë, duket sikur edhe fizikisht je më mirë, sikur i duron më shumë dhimbjet, se ju e dini që un kam këtë dhimbjen kronike të kurrizit tashmë nga muaji i dytë i shtatzanisë dhe çdo ditë bëhet më keq, kam vështirësi logjistike, nuk e di si thuhet shqip, po që në lëvizje, edhe po të paktën kur e di që gjërat po shkojnë mirë, nga ana e shtatzanisë kështu, përveç sikleteve të mia që do kalojnë në një moment, atëherë sikur merr më shumë zemër, edhe ti shijoj edhe unë çik këto javët e fundit kështu me ndërisht e qetë, mos të bijem në depresion përpara lindjes. Largo zot mos na kap ai post lindjes, po që ai post lindjes dihet që të ketë vështirësitë e veta, po të paktën ta shojmë çik tani përpara. Edhe kështu, tani unë do iki në shtëpi, Gjiku është në shtëpi, ju kam thënë të video tjetër, jemi akoma te kjo java, është një kohë shumë e mirë, siç ju thash, edhe plani është që shkojmë të marrim Lelen, edhe pastaj të bëjmë diçka mbrapa, se ja kemi premtuar. Iku me qef në Kopësht sot, megjithëse këtë ditë ka ikë me qef. Të shijoj dhe Lela këto ditët e fundit në Kopësht, se pastaj nuk do ketë më Kopësht për Lelen, nuk kam thënë. Do filloj ta mbaj në shtëpi disa javë përpara se të lind, që të evitojmë çdo lloj viroze, çdo lloj sëmundje. Tani nga një herë nuk i ruhesh dot edhe kur e mban në shtëpi, por që atje te Kopshti është full me viroze në çdo moment, edhe kur është koha mirë e çik kështu pa problem, po kur është kohë e keqe, shumë herë e gjejmë që është për jashtë pa xhaketë, edhe se ne i kemi thënë ju lutem mos e lini pa xhaketë për jashtë. Herën e fundit Gjiku që ishte ftohtë, herë e gjeti pa xhaketë për jashtë. Unë mundohem gjithmonë që Lelës t'i vesh golfe të pambukta, edhe tani ose me 2 gisht, që për shembull jo kështu si unë, po diçka që ta ketë ngritur, që nëse del pa xhup, pa shall, të paktën fytin e ka të mbuluar. Nëse këto janë të rejat. Çfarë doja t'ju thoja unë tjetër në lidhje me këtë punën e vizitave? Nuk e di. Ju po patat ndonjë pyetje, feel free to ask. Ai sa ka mundësi do t'ju përgjigjem. Edhe do mundohem këtë ditë të punoj edhe për videon e radhës tek episodet e shtatzanisë, sepse e di që ka goca që i presin, sepse javët vazhdojnë dhe ju doni që të rrini me ritmin e javëve, se ndoshta ka ndonjë gocë që ka filluar që të shikoj tani javët e 20 për shembull, edhe javët kalojnë, unë akoma s'kam nxjerr videot e javëve më pas, por e kam shumë për zemër. E di që shikueshmëria nuk është shumë e lartë, sepse jo të gjithë janë në shtatzan dhe kanë interes, por që unë e bëj me shumë dashuri. Se kur i kam parë këto videot vet, i kam parë në italisht, në anglisht,
Ose kam thënë që shumë goca e kanë bërë në fakt gocat që bëjnë YouTube shqip, por e kanë integruar tek vlogjet, ndërsa unë doja që të shikoja intensivisht njëra pas tjetrës se çfarë pret javën tjetër, edhe prandaj i kam dashur shumë vet këto video, prandaj bëj me shumë dëshirë. Sado që të jetë shikueshmëria, për mua është okay sepse i bëj me shumë dëshirë. Ika tani. Ne kemi ardhur të marrim biletën të dy, o zot sa u gëzuva që ishim të dy, se e para për shkëm të do vim të dy dhe jemi tani kolore. Edhe e bërë. Sa gocë bukur, sa gocë bukur. Ja, dat weer bijna mijn saldo. Outfitin e kemi qik shu si për shpi, si për kita, pas ka gjëra. Lule për mbi lule. Kurse këtu kemi fut lulen që i dhuroj Leila mamit. Fokus, fokus. Qin qin. Edhe akullorin e morëm. Për ju të Bremenit, tu te lumi. Prit, është kjo gelateria, e ka akulloren të mirë. Nuk u them shumë të mirë, po e ka të mirë, e ka diskrete të mirë. Është 20 gradë njerëz tani. Kjo ishte një aktor i paguar. Aspettare. Po. Mirëmëngjesin nga dita tjetër. Shpejt Lila se është erë. Lila nuk do të vesh xhupin. Nëse dje nuk ju fola fare sepse mu fik telefoni. Erdhëm në shtëpi me vrapët e gatimi, se ishte ora për iftarin për xhikun. Edhe sot është fundjavë dhe po dalim. Sa po erdhëm, vendosëm që të vinim te TK Maxx që të shikojmë për atlete për Leilën. I duhen atlete pak më verore që kështu të hedhim një sy këtu. Unë o dashurova me këto. Kushton vetëm 20 euro. Po, shikoj. I qetëm, me tani po ikim. Niente. Tu non devi uscire qui, mami. Non è perfetto. Tu mi aiuti a mettere le cose. Neve erdhëm në shtëpi. Kemi bërë pazar, nikëm me vrap te Aldi. Morëm avokado. Morëm çorape te Aldi, kishin dalë goxha gjëra interesante. Këto janë 100% pambuk. Kushton diku tek 2,5 euro, ishte shumë konveniente. Morëm biskota sepse kam në plan të bëj cheesecake për të harxuar atë reçelin e fikut, se ndryshe nuk do ta hajmë dot, edhe do të më prishet. Rush. Tu kemi marrë kështu ka jo brioche, brezel, franskbrödje. Mangiare adesso? Po, mami, tani do ta hajmë. Ne kemi spinaç për drejt, po që Leila. Morëm buk. Mamma, dammi, io voglio mangiare pretzel. Se no c'è anche questa piccola pizza. Mangia quello che vuoi. Pastaj mora pana, sepse atë cheesecake nuk ta bëj me pana, me djathë të freskët. Jo, lihet e mami nuk na duhet ajo. Mora pak si ky sheqer i plur, por do t'i hedh mjalt, se kam mjalt që do ta mbaroj. Sepse tani edhe pak na vjen mjalti i mirë. Mora një riz si ky. Mora kërpudha. Kishin një pazar i vogël kështu sa për radhën. Kishin dalë këto groshët, i pa xhiku thotë i marrim. Për ndryshe ne i marrim te ai turku. Një pana tjetër, zoti përdor të dyja, po i mora. Gelatin. Mora edhe kos, sepse unë i hedh kos. Djath pana. Tomate. Edhe mora një kështu kanellë që ta Sto kemi. portando tutte le cose. Po, mami. Edhe tani erdhëm në shtëpi, plani është që të pushojmë pak, se dhe unë lodhem shumë kollaj, po që të bëjmë një pauzë në drek, të cillim pazarin, ndoshta të bëjmë cheesecake-un edhe pastaj pas dite do dalim prap. Kemi në plan që të shkojmë në një vend të bukur, që kështu, stay tuned. Ku do shkojmë ne? Alla fattoria. Po si thuhet shqip? Kefer? Ma. Kefer? Kefer? Ferma.
ferma. Shoqet e mia nuk flasin italisht, flasin vetëm shqip. Të përshëndetje goca. Shëndetje goca. Shumë mirë. Jemi që jemi, të spostohemi pak, edhe të tregoj që morëm atje në dyqani tjetër. Morë gjiku atlete për vete. Edhe për dërmushën, gjeta këto që më pëlqyen shumë, po shumë. Janë shumë të bukura. Janë të Adidasit dhe kushtuan vetëm... Ha, mami. Po. 24,99, 25 të më thot. Edhe këto të tjera, këto i pëlqeu vetë. Ato më pëlqejnë kur dalim ne për shefin ton, sepse më pëlqejnë shumë, janë shumë stiloze. Ndërsa janë Stan Smith, ndërsa këto janë i zgjodhi vetë Lela edhe etiketë edhe për në kopësht. Nuk e di se qa janë këto, por që nuk kushtuan shumë. Se di sa kushtuan këto. O gjik, sa kushtuan këto këpuste Lelës to të dytat? To me lule. To 16. To janë shumë, okej. Edhe kaq. Blerjat. Është momenti që t'i thërmojmë, pa. Hiku. Tu jam me Lelën që po kontribuon në thonjza. I hodha gjalp, një pako gjalp, 250 gram, për 2 pako biskota që të dalje but tamam. Pasi e përzie mirë, tani do ta ngjeshi. Jo shumë fare, po t'japim atë formën. Tani, në qoftë doni mund ta bëni dhe me këtë bording kështu, të lartë ose thjesht ta bëni të shtruar. Unë mendoj që do ta bëj të shtruar sepse nuk do t'i del më bukur, sepse pastaj do dali kremi dhe dalin 2 shtresa të ndara, por ka edhe që e bën këtë pjesën këtu, kështu të lartë dhe mbushin me krem. Do bish moj mami se më trembe. Unë ta ndihmoni veten tuaj me një gotë. Edhe këto do ta lëm në frigorifer rreth pak të gjysmore, po mund ta lini edhe në ngrirje për të përshpejtuar kohën, siç do të bëj unë. Duke shpresuar të kem vend, sepse po nxitoj. Okej, këtu kemi pana, kos, krem nga i freskëti tip Philadelphia, edhe gelatin, edhe mjal për ta ëmbëlsuar. Mirë, skaq. Me shumë përtes, po dalim. Ka vendos burri këngën time që të më ngrej pak humor. Foto. Sì, questa qui ora si parcheggia. Siamo arrivati? Sì. Oh, ecco. Për ju që intereson. Është këtu njerëz të bremenit, se di që do të më pyesni. Hai visto che Kërkoni për këto, edhe ju del adresa. Gjetëm pulat bio më në fund këtu në fshat. Edhe morëm salqiqe, edhe këto pulën. Në total shkuan 24 euro. Se di që ju intereson edhe si çmim. Janë ato pulat që rriten atje. Ja, dhe katonarja ime voskël. Vdes për këto. Ajo pulat diku tek 17 euro, ishte 1 kile pak. Nuk është shumë shtret, po ta mendosh që edhe te Lidl pak a shumë ato pulat bio kështu janë me këtë çmim pak a shumë diku te 15 euro për shembull. Edhe vjen e merr këtu, sikur ke më shumë besim. Do ta bëjmë nesër që është drek Bajrami, njerëz. Në biçat e vegjël. E che zefo, mami?
Quella sta dormendo. Stanno dormendo, sì. Oh, guarda, anche lui vuole gli dare una carezza. Oh, si è spaventato lui. Vai larga roba. Po pra. Pika keq. Qenë ka kjo makineria, po nuk e dim se për çfarë është kjo. Na thoni po e ditët. Është për shtrybari apo? Ja dhe kuajt. Perché se non ci gli occhi? Ma quanti capelli c'ha? Io sembra come babbi ora. Ti dhe Kali, duhet një prerje, qethje. Tjetë për Lelën kishte hyrë sipër tani. Ky që e ka shumë miqësor. Tash ka muhabet. Mu më vdes Lele që vendos duart nga mrapa. Si t'kan zonë syt. Hade vi edhe stik të O gjik që ke po Kali. Jo po stik. Ja prishët modelin. Pinjosi për nesër ke pas. Ai po mbulon thinjat. Ja dhe pulat. Atje lart kemi një lejlek. Guarda qui veloce. Ka për shpinë atje lart. Kishin dy në fakt. Po i tremi Lela. Last stop. Edhe pastaj ikim në shtëpi. Erdhëm në shtëpi, cheesecake-un vendosëm, përveç se kjo është e shtrembët, vendosëm që ta bëjmë me dy pjesë, një me lule shtrydhe dhe një me reçel fiku, se ndosha Lela nuk na e ha me reçel fiku. Hello, nga dita tjetër, jo, pas 2 ditësh, nuk kam filmuar fare dje ishte Bajram. I uroj gëzuar festën e Bajramit të gjithë besimtarëve musliman, të gjithëve ju që festoni, besoni. Shëndet e mbarësi për gjithë ju. Unë dje në fakt nuk filmova fare. E kemi kaluar ditën më shumë me telefonata, nuk dolëm fare sepse koha ishte shumë e keqe dje, edhe se kishim plane që të dilim, kishte mundësi të bënim disa aktivitete, po ishin të dy jashtë. Të shkonim të shifnim një ferm që hapej dje, edhe të shkonim të një merkat e gjërave të përdorura për fëmijë. Ishte një shumë e madhe. Në Instagram ja pa ta treguar për gocat e Bremenit. Por nuk dolëm, sepse koha nuk ishte mirë, edhe po nuk filmova. Për drek patëm pulën që morëm në fshat, si që po ta thënë, e bëm me oriz në tavë. Kisha frikë në fillim sepse më duk si kur mishi mbeti fort kur e hoqa nga furra, edhe se unë e zjeva përpara që t'i merja lëngun, edhe po jo, pase kur e mbulova dhe qëndroj pak ashtu, kishte dalë shumë i mirë, thjesht po më thonte dhe Gjiku që pulat e bio, pulat e mira kështu e kanë. Edhe unë në fakt kur kam qenë në Shqipëri e vogël, nuk është se kam pas ngrënë shumë mish edhe nuk ja kam shumë haberin mishit. Në përgjithësi unë nuk jam një ekspert e mishit, duke qenë se nuk jam fanse e madhe e mishit, edhe në gatim për shembull nuk është se jam eksperte, po që mundohem se normalisht, sidomos në kuzhinën shqiptare, mishi është kryesori. Nese, po si përfundim doli mirë, hëngri dhe Lela, ajo që ma gëzoi zemrën mua ishte që hëngri Lela mish. Edhe kështu. Po, si që thash, kaluam ditën duke biseduar me familjarët, me telefonata, sa na merrnim, edhe kështu iku dita. Sot është një ditë e re, një e hënë, Lela iku në kopësht me qef sot, unë tani do kthehem në shtëpi, edhe do shikoj se që kam për të bërë, përgatitje, punë, gatime, sepse tani Gjiku han edhe drekën, nuk kam agjërim,
edhe të bëj ndonjë gjë gati për drek, për darkë, qikoj sepse zakonisht I përgatis gjërat që para dite, që pas dite mos rritë të mbyllim në kushinë, po të kalojmë kohën bashk, plus që edhe energjia ime është më e ullët, po që edhe mos të limitohemi nëse duam dalim, se unë e kam kështu, po nuk pa të bërë darkën gati apo drekën gati, të ke diçka për të ngrënë në shtëpi, më duket sikur nuk kam bërë asnjë gjë tjetër. Edhe këtë ju kam thënë, mos po përsëritem më, që kështu po, let's go. Ndoshta me që jam dhe poshtë, shikojnë nëse ka ndonjë lavatriçe për të fut. Është gjithmonë ky problemi I lavatriçes poshtë, që neve përfitojmë sa herë që hymë e dalim, vëmë lavatriçe tharse. Këtë ditë që ka qenë javën e kaluar, që ka qenë kohë e mirë, I kam thar rrobat lart edhe perfekt. Po kur është koha kështu, me tharse, edhe s'kemi ç'a të bëjmë. Neve këtë javë na vin miq dhe duhet të përgatitemi edhe për këtë pjesën, po që po, let's go. Harova t'ju tregoja një gjë të bukur, do të thonë unë nuk do t'ju tregoj, po që ju I dini që kam porosit ato konfetat e Temu me atë kutin roz edhe atë stampën që vendoset sipër, edhe duheshe diçka që t'ja vendosja brenda. Edhe mua në fakt më pëlqente edhe ideja që të porosisja nga ato biskotat që janë kështu me dekorime për beba. Po nuk e di, edhe I kam parë, janë të para, se unë kam gjithmonë qef që të bëj gjëra kështu të veçanta edhe t'i bëj vetë, ashtu I binte vetëm që ti porosisja do vinin të shtëpia, duke qenë se kohë kam, thash hajde të merremi pak me këto. Edhe porosita ca si biskota të vogla, po me detaje të personalizuara si logo, por janë biskota termullake, sepse edhe logo, po që ajo sticker si do të vendos sipër, është e njëjta me biskotën. Edhe më arritën sot që kështu do provoj ta kompozoj. Problemi është që nuk ju a tregoj dot, se po ju a tregova, ju do ta kuptoni emrin. Edhe ne nuk duam që ta tregojmë emrin përpara se të lindi bebushja. Kështu kemi vepruar edhe me Lelën, edhe jo thjesht për efekt surprize, por për të presim të vi një herë dhe pastaj ta tregojmë. Ju do kuptoni shumë mirë, jam e sigurt. Po, këto I kam porosit në Amazon. Është mundësia që të kërkoni në Amazon I porosita? Apo në Amazon. Se keni dhe tek Etsy, edhe I porosisni aty, unë mora për provë diku tek 25 më duket, 25-30, nuk e mbaj mend, ishte një çmim I arsyeshëm, shkruani aty biskota të personalizuara edhe ju dalin, duke qenë se biskotat janë të vogla dhe paku nuk është e madhe, mendoj që do t'i shtoj edhe ndonjë gjë tjetër si këto bajamet me çokoladë, që janë tamam këto për konfeti, do shikoj, po që e kam marrë me qetësi, po e shijoj këtë procesin e përgatitjes, por thjesht doja t'ju thoj që më erdhën sot, ja dhe një gjë tjetër me cilën do merrem unë. Nisi si u kam treguar fare, kjo është fokus, bëj pak mëngjes me cheesecake, not the most healthy, po kur e kemi do të mbarojmë, ja dhe kafja ime këtu, po ka dalë shumë e mirë. Që thash e bëra gjysmë ashtu, unë po preferoj këtë me reçel homemade, sepse është edhe më lehtë se reçeli nuk ka shumë sheqer, edhe brenda ju thash I hodha vetëm mjalt, edhe kështu. Mëngjesi u hëngër, u fillua shtëpia, tani kam nisur një supë që do ta bëj për drek edhe për darkë mendoj, po duke qenë se nuk është gati, sepse do kohë që të zi mishi. Po bëj për vete për drek një vezë me avokado, një bukë, shu shpejt ta kalojmë drekën se vetëm jam. Ja kështu gati. Kush më erdhi mu? Më erdhi rëmuja. Kemi gjetë një kutis. Kemi gjetë është ajo kutisa e atyre që ju thashun që erdhën. Ha. Sa bukur. Edhe po bëjmë aktivitete. Sepse zoti televizor nuk ndizet më në këtë shtëpi. Por kjo është java e tretë.
Nëse ka diçka që dua t'ju influencoj, është kjo. Është vendimi më i mirë ky që kemi marrë, që mos t'ja ndezi më atë që s'po i themi emrin. Do me thënë, në qoftë se është larguar Leila nga ai objekt, mund të largohet çdo fëmijë, se ju thash sa zgjohej e kërkonte, edhe nuk ka më si aktivitet kryesor. Ai po them nuk kemi ndezur as edhe një sekond, më thënë që është prishur edhe kështu do vazhdoj. Edhe po, është e mundur, sepse kishte ndodhur edhe që ndonjëherë konsumonte vaktin edhe ai ishte ndezur, ndërsa tani thjesht e lejmë që të zhvilloj imagjinatën, ja, me këtë që shikoni, sa herë që keni parë video, domethënë me copëza, është duke bërë ndonjë aktivitet. Po mami, dhe ato do t'i bëjmë. Ose do dalim jashtë, ose thjesht aktivitete me budalli që janë këtë kartonin duke e vizituar. Ka, sepse do t'japim shembullin e mirë. Tani do bëjmë piknik. Shikoni si ma ka përgatit Leila vëndi, se e di që unë në vezora ullëm poshtë. Ja ku jemi, na kanë nxjerr burri shëtitje, po i thoja, po nxjerr qenushët në xhiro, se unë vetë nuk bëhem mbar, edhe sikur po nxjerr qenin, domethënë në përjashtë që të bëj xhiron e ditës. Edhe kështu dhe ne, po që duke qenë se ka ndru koha. Qenë europian, se qenë europian, jemi qenë europian domethënë. Ka ndru koha, ishte koha e bukur, nuk e di duket apo jo, kemi një qell bojqell sot. Kemi një qell të kaltër sot. Edhe tham okay, po dalim një shëtitje. Unë shikojmë derisa do të mlej fuqia, po besoj se do bëjmë një dalesë këtu te parku për Leilën. Edhe shkon ora, tani është 6 e pak ndoshta. Aspetta. Edhe shkon ora tamam, do të thonë Leila hëngri darkën, edhe dolëm. Kur kthehemi shkon ora për gjumë. Si, quello. Oh, grazie. Je shumë e mirë Leila, faleminderit shumë. Nuk mund të marrim kish pjesë, është kështu për dekoracion, për dekorim. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Ja mund që po mbulur çik thjet e mia këtu. Tani sa po lash Leilën, plani është që të shkoj që të bëj një çik benzin, edhe pastaj duhet që të shkoj që të blej 2 dhurata për miqtë tonë që kanë hyrë në shtëpi të re, për 2 miq. 2 shtëpi të ndryshme domethënë, edhe po nuk e di se çfarë do gjej, se dohet merr diçka të lezetshme. Nëse të shkojmë edhe të shikojmë. First stop, benzina. Nga lodhja ime, kam ndryshuar dhe lukun se s'po i duroja më dot flokët, i kapa kështu me kapse. Duket sikur nga lodhja ime duket sikur ka kaluar një vit. Në fakt ka kaluar gjysmë dite. Vunova shumë se nuk po i gjeja gjërat ashtu siç i doja. I çikun me avash, po o zoti ma, nuk e di sa e lodhur që ndjehem. Tani ndoshta të shkoj ta marr Leilën, nuk e di, do shkoj Xhiko, do shkoj unë. Imagjinoni ka ardhur koha që të marr Leilën nga kopshti. Por isha kështu duke u dorëzuar. Po në moment fundit gjeta më erdhi ideja se çfarë duhet të blija. Se duhet merrja diçka të veçantë, krijohet diçka të veçantë. Edhe sa vap. Është edhe shumë vap. Gjan sikur unë jam vesh me golf, por në fakt kjo është me krah të shkurtra. Po shumë vap. Das ist ja wieder als das Problem für viele, dass unë ndërkohë që po flas me ju dhe po pushoj pak, po që duhet nisem, pak të shkoj në shtëpi të pushoj tamam. Do t'ju tregoj, mendoj se do t'ju tregoj se ç'a mora, sepse janë gjëra cute, ndoshta një ide e lezetshme për dhuratë. Për fundim shkova ta merrja unë Leilën.
Shkova te reve, mora disa sneksa, edhe kemi ardhur te parku. Do presim babin këtu. Lës erdhi babi, erdhi divertimento. Se me mamin është nojozo, nuk po më vjen fjala divertimento dhe nojozo në shqip. Knaqet me babin, ndërsa me mamin është e mërzitshme. Mirëmëngjesi nga një mëngjes tjetër. Unë dje nuk ju tregova më asnjë gjë, po ju tregoj provat që po mundohem që të haj më shëndetshëm nga sot e tutje, sepse kam egzageruar. Në fakt, jo për kilet, edhe sepse unë vete vërej që në editim të videove po të shikosh, gusha ime sa ka ardhe dhe është rritur, por në fakt është fryrje, normal që është edhe tul, po edhe jam fryrë së fundmi, edhe kjo është mëse normale, po që është mirë që të eliminoj sheqerat tani në fund, sepse nuk kam pse ti shtoj, ndërkohë që e kam menaxhuar kaq mirë gjatë gjithë kohës së shtatzanisë, pse ta lëshoj veten tani në fund. Duke qenë se ceka punët e kileve dhe e di që keni kuriozitet ta dini, dhe unë nuk kam problem që ta them, thënë të drejtën. E kam fjalën që sa kilogram ka marr. Ta keni parasysh që unë e kam nisur me 73. Nga shtatzania e parë, kur e kam nisur shtatzani me Leilën, kam qenë 70 kg fiks. Pastaj humba trimestrin e parë, sepse ka qenë një shtatzani e ngjashme me këtë, por nuk kisha shumë oreks, nuk kisha fare oreks, nuk haja fare me Leilën. Edhe pastaj kur linda, pasi linda, mbeta me 74, do të thënë 4 kg tepër. Gjatë gjithëdhënies humba dhe shkova 67. Pasi stopova gjithëdhënien, shkova 73. Edhe gjatë gjithë periudhës nga stopimi i gjithëdhënies derisa kam mbetur shtatzan, ka qenë një luftë. Hiqi ato 3 kg, merri ato 3 kg. Hiqi, merri me periudha. Por kur kam mbetur shtatzan, kam qenë afërsisht 73. Edhe tani aktualisht sot, pikërisht sot që u peshova, isha 74 kg. Që do të thot 11 kg. Me Leilën unë mora gjithsej 13 kg, por 3 ditë që isha në spital, do të thënë momentin para se të futesha në operacion, unë kam qenë 76 kg. Por ishin ujra, sepse me Leilën unë pata atë rrezikun e preeklamsis edhe u fryva shumë, edhe ishin ujra sepse nuk mund të ishin grasu për 3 ditë, nuk akumulohet graso 3 kg për 3 ditë. Edhe, do të thonë, unë e quaj 13 ose 16, quajni si të doni. Nëse unë do jem në të njëjtën range edhe me këtë shtatzani, unë jam super happy, edhe tani 11 kg në fazën që jam unë, është okay. Por, do shikojmë. Tani dihet që, siç kam shpjeguar dhe tek epizodi që do dali për këtë muajin e 8, tani çfarë është marrë. Peshën më tepër e merr baby, ne nënat vetëm sa fryhemi dhe kemi likuide, prandaj nuk shqetësohem më për kilogramët, por normalisht nëse unë do ta egzagjeroj me sheqerat edhe budalliqe, edhe një njeri jo shtatzan do merrte kilogram, që kështu po. Kjo është situata, por që nëse je një mami shtatzan edhe po më shikon, mos e vrit mendjen. Ato që janë marr, ky do të jetë shqetësimi jon i fundit. Pas shtatzanisë do ta mendojmë, do stresojmë nëse është nevoja, por tani nuk është momenti për të stresuar me kilogramën. Nëse nuk e ke menaxhuar, ke patur një arsye, tani ta shikojmë më pas. Kjo nuk do të thotë që ta lëshojmë veten fare, sepse edhe kjo nuk është mirë, po që jo ta bëjmë një stres. Nuk ja vlen, domethënë të kemi këtë lloj stresi, stresin e peshës në shtatzani. Edhe këtë doja ta thoja për këtë pjesë. Edhe nesër sot po haj një mëngjes me kos, mysli edhe banane. Kam duar zënës për ja tregoj, nesër s'ka nevojë t'ja tregoj. Edhe po pi një kështu lëng portokalli, po nuk po m'pihet kafe sot, dhe kjo është e çuditshme. Nuk e di. Dje, po ju thoja, nuk filmova, nuk ju tregova asgjë, sepse i kam marrë Leilën, siç e pati kam te parku, dejmë pak atje, lash xhiku me Leilën atje dhe erdha në shtëpi sepse për mua ajo ishte too much. Ndoshta edhe në momentin që ju kam folë në atë sekuencë, do ta keni kuptuar sa e lodhur isha.
Që kështu po. Sot është një ditë e re. Po pres më vi një pako. Ndërkohë në një pikë të videos ju tregoj dhe se çfarë bleva, po tani do mbaroj një herë mëngjesin tim me qetësi. Planin për sot kam që të pastroj shtëpinë edhe të gatuaj, edhe pastaj sepse nesër kam vizitë me mamin time, edhe pastaj kemi njerëz që na vinë pasdite, që kështu isha duke bërë spoiler diçka që nuk duhet ta bëj spoiler. Por nesër, kështu puna, nuk do të kem kohë nesër, që kështu sot duhet të mbaroj këtë punë. Duke shpresuar që të kem fuqi, sepse unë nisem me 1 milion dëshira për të bërë 1 milion gjëra, edhe si përfundim ngel rrugës sepse nuk kam më fuqi. Edhe rëndësishme është që unë mos ta egzagjeroj, dje egzagjerova, do të thënë dje u tregova shumë budallaqe. Nuk do ta bëj më të gabimin, sepse është më rëndësishme shëndeti im se sa të mbaroj këto punët, se punët bëhen avash, po nese, kështu puna. I ka të mbaroj mëngjesin edhe pastaj do shihemi. Është momenti t'ju tregoj shpejt e shpejt këto dhuratat e vogla, që dhëmë të vazhdoj punët e mia. Është një fustan shumë cute, për një bebushë të bukur. E mora pak më të madh se sa mosha, sepse thash ok, më mirë të jetë pak më i madh se sa fix tani. Por që duhet sipas llogarive të mia i bie tamam për vakti. Edhe kjo çantë super cute. Ndërsa këtu kam përgatitur këto kutijat. Kam bërë një për shoqen time, edhe kjo për miqtë e tjerë. Mirë një mesazh. Do ta kthej kamerën që t'ja tregoj. Atëherë, këtu kam marrë nga këto gotat, një komplet gotash, që duhet të jenë të mira, mua estetikisht më pëlqyen. Këtu kam vendosur një qëri, kishte erë shumë të mirë. Edhe këtu një pako me baçi. Po jo tregoj dot gotat, ndoshta nga këtu duken? Ja, gotat duken këtu. Se s'po i nxjerr më, më pëlqyen shumë kështu si formë. Shpresoj t'i pëlqejnë edhe atyre që do t'i marrin. Pastaj normalisht do t'i shtojmë dhe diçka tjetër, një zarf me diçka brenda, por që kështu. Ndërsa këtu është dhurata për shoqet time, / kolegen, edhe asaj, ajo ka ngjyrë të preferuar ngjyrën jeshile dhe kemi biseduar për këtë, dhe te zyra vet e ka bërë jeshile një faqe muri, eksaktësisht si kjo. Edhe e thash që ta përshtaste, sepse këto kutijat janë edhe të forta, janë të mira që mund t'i mbajnë edhe mund t'i përdorin për gjëra të tjera. Edhe këtu, një pako me gota, një qeri, edhe një pako me karamele. Ndërsa këtu kemi setin që bleva, që është kështu si ky material si nap. Mendoj se ta fus tek çanta e spitalit, që ta kemi dhe një opsion me krahë të shkurtra, edhe kjo është me krahë të shkurtra, si është normale. Këtë mund ta përdorësh edhe me jo vetëm si pijame, po e kombinon edhe me një palë xhinse, edhe do duket shumë nice. Por që është me kopsa që na duhen për gjithënjen, edhe këto. Kaq. Nga të gjithë planet e mia që kisha për sot, kam arritur të sistemoj kuzhinën, të sistemoj të gjithë shtëpinë, prandaj kalova edhe këtu te këto rrobat që i rregullova, që t'i sistemoj të vendos në vendin e vet, si ishin aty në qese nga dje. Tani do vazhdoj me punët edhe gatimin. Ky është plani dhe pastaj do filloj veten time, sepse jam një gjendje siç e shikoni. Por këtë video ta mbyll këtu, se përndryshe do dalë shumë i gjatë, edhe ne do të shihemi te video radhës. Deri atëherë, qofshit mirë, paçi.